Asnjë gjurmë nga përmendore shqiptare për të cilat u dha premtimi se do të ndërtohen në kuadër të projektit qeveritar Shkupi 2014. Përkundër kësaj, përmendoret e heronjve Maqedonas edhe më tej vazhdojnë të mbijnë çdo ditë. Shkupi 2014 jo vetëm që thekson karakterin monoetnik të Maqedonisë, por si që shprehen nga sektori civil, dukshëm mohon edhe ekzistencën shqiptare në këto troje. Nuk mund gjesh një statuj e cila i ngjason multikulturalizmit ose multietnicitetit të shtetit apo të qytetit Shkupit të cilit e kemi. Deshen apo nuk deshen Maqedonasit, populli shqiptar në Maqedoni figuron me 25%. Ky është fakt i pamohueshëm, 25%.